që vinë shpesh janë gjakderdhje nga huna, të cilat janë të parësyeshme, as një rrëzim, as një lëndim, por që nuk ndalohet. A janë raste që duhet me konsideru emergjente me ardhë drejt? Ato, me thonë drejtën, duhet me konsideru si në shtëpi shëndetit. Po, atër ata e bojnë vlerësimin, a ka të bëj me një hipertension, apo ka të bëj me ndonjë faktor të koagulimit, apo kusht problemi. Dhe me thonë, duhet të lajmërohet fillimisht në shtëpinë e shëndetit. Se nuk është edhe shumë urgjente, emergjente, po më thoj. Ndërkohë, një tjetër grup e shoqërisë janë me dhimbje të abdomenit, që janë me asocime të ndryshme. Janë duke filluar nga guret në pjesë të ndryshme të abdomenit, zorraqore e të tjera. A janë raste që me dhimbje të tilla të abdomenit mund të vinë tek ju apo? Po, zakonisht kur është dhimbja në anën e djathtë të abdomenit, ka probleme me ecje, sa e shkon ashtu, domethënë ka probleme edhe me këmbën e djathtë ose nga